Marrëdhëniet Shqipëri-Austri kanë qenë gjithmonë marrëdhënie të shkëlqyera, qoftë në aspektin politik, ashtu dhe në aspektin ekonomik. Në këtë kontekst, dhe Banka e Shqipërisë prej vitesh ka një marrëdhënie shumë të mirë me Bankën e Austrisë, një marrëdhënie bashkëpunimi e cila ka konsistuar në shkëmbimin e eksperiencave dhe në marrjen e një ndihme dhe asistence teknike të vazhdueshme nga Banka e Austrisë. Banka e Austrisë është një partner i ynë kryesor midis bankave qendrore të Eurozonës dhe njëkohësisht në Shqipëri ne kemi në sektorin financiar disa investitorë të huaj si banka dhe shoqëri sigurimi, të cilat luajnë një rol një rol çelës në tregun ton financiar. Në këtë kontekst, si banka qendrore, ne kemi një marrëveshje bashkëpunimi dhe kemi shumë shkëmbime informacioni dhe punë të përbashkëta në drejtim të rregullimit dhe të mbështetjes së tregut financiar. Gjithashtu Banka e Austrisë na ndihmon dhe na mbështet ne edhe në disa aspekte të tjera cilësore si bankë qendrore që janë në menaxhimin e rezervës valutore ose proceset për komunikimin dhe edukimin financiar. Për mua është një kënaqësi që sot erdhi guvernatori i Bankës Qendrore të Austrisë, zoti Martin Kocher, shkëmbyen pikpamjet tona për tregun financiar, për ekonominë, por dhe për procesin e integrimit evropian dhe sfidat që Shqipëria ka përpara dhe veçanërisht Banka Qendrore duhet të ndërmarrë në këtë proces integrimi. Tryeza e përbashkët midis meje, guvernatorit të Bankës Qendrore të Austrisë, zotit Kocher, dhe sektorit financiar për industrisë bankare, përfaqësuesve, drejtorit përgjithshëm të bankave tregtare, që një tryezë mjaft frytëdhënëse, drejtuesit e bankave tregtare ngritën disa pyetje në procesin e tyre të punës dhe lidhur dhe me procesin e integrimit, me sfidat që i presin përpara. Dhe guvernatori i Bankës Qendrore të Austrisë dhe unë ju dham disa përgjigje, u sqaruam, koordinuam punët dhe i orientuam bankat në procesin e integrimit. E rëndësishme është të theksohet që sistemi bankar, sistemi financiar është i mirë kapitalizuar dhe me likuiditet të tepërt. Gjithashtu sistemi financiar ka bërë një progres shumë të madh në drejtim të digitalizimit. Bankat tona tregtare që operojnë në Republikën e Shqipërisë kanë investuar mjaftueshëm në procesin e tyre të digitalizimit dhe modernizimit të sistemit pagesave. Nuk duhet harrojmë që Shqipëria është bërë antare SEPA-s në vitin e kaluar dhe të gjitha bankat janë duke operuar në SEPA. Pra përtej rolit të tyre kryesor që ato kanë si ndërmjetës financiar në kreditimin e ekonomisë dhe në rritjen ekonomike të vendit, paralelisht i shërbejnë klientelës tyre që janë bizneset dhe qytetarët shqiptar me transferta më të shpejta dhe me kosto më të ulta. Edhe një herë përsëris që vetëm në vitin e parë nga futja në SEPA, nga pjesëmarrja në SEPA e Shqipërisë, e bankave tregtare që operojnë në Republikën e Shqipërisë, qytetarët dhe bizneset shqiptare kanë kursyer 70 milion euro. Jo vetëm në kursime në vlerë, por dhe në kohë kanë kursyer ditë dhe javë vonesa krahasim me periudhën e mëparshme. Ne jemi duke punuar gjithashtu për të implementuar një sistem pagesash të shpejta, që është kloni i sistemit TIPS, që e quajmë TIPS klon, me Bankën e Italisë, i cili është parashikuar që do të jetë live, siç i themi në anglisht, por që do të jetë operacional në nëntor të këtij viti. Pra, në drejtim të modernizimit të sistemeve të pagesave kemi bërë një progres shumë të madh dhe unë mund të them me plot gojën që Shqipëria në drejtim të sistemeve të pagesave është futur në Europë, pra ne jemi antar duke qenë antar të SEPA-s. Në vijimësi me bankat tregtare dhe me Bankën Qendrore të Austrisë, ne ndam pikpamjet tona, shkëmbyem opinionet dhe përcaktuam objektivat për zhvillimet më tejshme.